Donald Trump është i bidur se Volodymyr Zelensky është gati të hiqë dorë nga Krimea pavarësisht pohimeve të mëparshme të homologët të tij Ukrainas për gatishullinë e detit të zi të aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Teksa fliste për gazetarët pas takimit me Zelenskyn në Vatikan, shefi i Shtëpisë së Bardhë u shpreh se mendon që po, duke u përgjigjur kushtuar pyetjes nëse mendon se Zelensky është gati të hiqë dorë nga territori. Javën e kaluar, Zelensky u shpreh se Kievi nuk mund të pranonte njojën e SBA-s për aneksimin e Krimes nga Rusia pasi Trump e akuzoi atë se thjesht po tregoi kohë fort për këtë çështje. Nga ana tjetër, Krimea ka vazhduar të insistojë Zelensky është pronë e popullit ukrainan. Ai ende nuk ka bërë asnjë koment ndaj deklaratave të fundit për presidentin amerikan. Trump vuri nga ana tjetër në ndryshim për gatishmërinë e Vladimir Putin për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një postim në media sociale pas largimit nga Roma, ai insistoi se nuk kishte asnjë arsye pse shefi i Kremlinit të godiste me raketa zona civile. Ministri gjerman i mbrojtjes deklaroi megjithatë një ditë më parë se propozimi i SBA-s që Ukraina të lëshojë territor Rusisë është i ngjashëm me një kapitullim. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tregoi edhe një herë se durimi pososet. Ai u shpreh se javën e ardhshme do të jetë vendimtare për arritjen e një marrëveshje paqe, e cila synon të japi fund luftës mes Rusisë dhe Ukrainës.